furnizimi me ujë të pijes dhe trajtimi ujrave të zeza, që kjo përbën një emergjencë me cilën duhet merremi me njëherë, sepse është problem serioz. Programi ynë ka përbashkë të zhvillimin, pra krejt në funksion të zhvillimit. Janë projekte të cilat ne i vlerësojmë se janë të domosdoshme dhe këto janë në programin tonë. Furnizimi me ujë të pijes dhe trajtimi ujrave të zeza, që kjo përbën një emergjencë me cilën duhet merremi me njëherë, sepse është problem serioz. Ngroja qendrore është një projekt i cili është i domosdoshëm. Spitali i qytetit i mohuar duhet kthehet në Podujev. Zhvillimi i qendrave kryesore tradicionale si Merdare, Luzhan, Orlan dhe Kërpimen në qendra zhvillimore, të cilat do t'i kenë specifikat e veta për zhvillimin e vendit dhe njëkohësisht do t'jenë satelit të zhvilluar jashtë qytetit. Plani i hollësishëm për qytetin, i cili përfshin unazën e brendshme, unazën e jashtme, plani i mobilitetit, organizimi i rrugëve, radarët statik, semaforët inteligjent dhe gjitha këto në funksion të zhvillimit. Qarshia e qytetit, e cila vërtet do të ndryshoj pamjen e sheshit dhe jemi shumë të sigurt që do të ofrojë zhvillim, dhe ndërtimi i së paku 2 shkollave në qytet, të cilat i krijojnë kushtet për arsim gjatëditor dhe të tjera të cilat do t'i shpalosim në pjesën tjetër të debatit.